Përshëndetje gjithë shokëve e shoqeve të Facebookut. Ai tregoi për një që si punë bërselete, po edhe vërtet. Ishte njëni, kishte shumë fëmijë. Edhe masi erdhi demokracia, u hapën këta rrugë, u nisën tanë, dolën jashtë. Dëm në Greqi, dëm në Itali, dëm në Francë, ka mujtën me marrë, një, 2, 3 përfundon në Angli. Masi u stabilizuan mirë, atë anglistë që kishin të ardhurën më të mira edhe i tërhiqën të tanë këta dhe banë tanë bashkë atje. 8 fëmija, 9, 10, që di, po u banë tanë bashkë atje. Mirë po një djalë i vogël i martohet atje me një angleze edhe deshin me ba një si dark, si punë dasmet, jo si në Shqipni, po mu mbledh atje me mishtë me tonë dhe marrin edhe plesë, thonë plesëve hajde dhe ju thotë tash. Shojnë atë të koven, tash plesë bashkë këta. Dhe këta nuk kuptashin, ta dy plesë shqiptarë nuk kuptashin në anglisht. E thot ai anglezi, thot si shumë fëmijë më thot bani ju shqiptarë, thot. Kënë që kam pa, thot, gjithë thot janë shumë, thot fëmijë, 7, 8. Qa thot më, i thot birit, qa thot më, thot, s'kuptat i ki. I tregon, i thot, kallëzoj, thot ati, thuj, thot e se, ne na kënë fukarej mërmik. As këna pas pare me blej lodra si këni bleju. Na njatë lodrë këna pas, me ata këna lujt, në di gjonë, fëmija kënë dalë me, dhe të lujt këna.